sigurisht që me këto ditë nxehta të thuhet fundit qershorit dhe fillimit korrikut, pas përfundimit të mësimit për maturantët, kërkesat janë më tepër në rritje, sigurisht që qytetarët tashmë në Shqipërinë kanë si destinacion kryesor turistik, e kur flasim për Shqipërinë, flasim nga veriu deri në jug. Pra, qytetarët e Kosovës vitin 2025 po tregojnë një shembull jashtëzakonisht mirë, duke pas parasysh që vitin 2024 ishte liberalizimi i vizave për shqiptarët e Kosovës dhe secilin nga ne vizituan familjarët tonë qoftë në Zvicër, Gjermani, Itali dhe vende tjera. Disa nga ne dolëm edhe në vendet e rajonit, duke përfshi Greqinë, por Shqipëria merret destinacion kryesor për 3-4 arsye. E para është për shkak që ne flasim një gjuhë, kemi një traditë, kemi thuajse një ushqim, një kulinari e cila me thonë të drejtën ka bëha pa të mdhaj, apo zhvillu jashtëzakonisht shumë, sidomos pjesa e veriut, po pse jo edhe deri në jug, ku është jashtëzakonisht e pëlqyer nga qytetarët e Kosovës, por sidomos nga diaspora. Këtu duhet të flas për hotelet të cilat e kanë shërbimin all inclusive. Tashmë në muajin qershor kanë qenë më tepër struktura e qytetarëve që kanë më të moshuar, që kanë udhëtuar drejt veriut, por pas datës 20 do të thotë kemi struktura të ndryshme të qytetarëve të cilët udhtojnë nga Shëngjini deri në Sarandë. Pra, duke pas parasysh që Shqipëria mbetet destinacion kryesor turistik, më afër e kemi Shëngjinin, dhe Shëngjini ka pas një rritje themi të madhe të kërkesës për të kaluar pushimet atje. Ne për çdo ditë udhtojmë për Shëngjin me rreth 250 qytetarë pushues, por fundjavë kemi numër më të madh. Dhe gjithashtu në Durrës që është një tjetër destinacion ku janë mundësi shumë të akomodimit, por pana shkaluar Vlorën, Jalën, Vërmeun e mrekullueshëm dhe gjithashtu Sarandën dhe Eksaminje. Ofertat dhe çmimet janë po të njëjta me vitin e kaluar. Kemi një përmirësim të situatës sa i përket përdorimit të plazheve publike, ku këtë vetë në çdo qytet turistik apo në çdo destinacion turistik, shqiptarët e Kosovës dhe çdo turist tjetër mund të ketë dhe ka qasje në plazhet publike, atë 30% që ka të deklaruar kryeministri Rama dhe është jashtëzakonisht me interes për qytetarët. Pra, këtë vit nuk ka pas hapësirë për marketing negativ apo për themi atë qasje negative të disa shqipfolësve të cilët nuk e duan turizmin të zhvillohet në këto shifra ku kemi rri, edhe unë po besoj që jemi në rrugë të marrë për të vazhduar dhe me tutje dhe muajin korrik dhe gusht, po pse jo deri në tetor. Pra, ne kemi arrit, falë bashkëpunimit tonë dhe punës tonë, kemi arrit që të zgjasim sezonën turistike në Shqipëri, nga sa që ka qenë më herët nga 2 apo 3 muaj, dhe tash ne po fillojmë sezonën turistike me 17 shkurt, ditën e pavarësisë Kosovës dhe mbyllim me 28 nëntor ditën e flamurit kombëtar. Brenda kësaj periudhe, nga muaji prill deri në muajin tetor, qytetarët e Kosovës nuk shkojnë vetëm për shëtitje themi apo për vizitat e ndryshme, por shkojnë edhe për pushime dhe kjo është jashtëzakonisht e mirë. Po sigurisht që ne kemi pas grupe të shumta në vitin 2025, grupe të huaja turistike që kanë ardhur nga Finlanda, nga Malta, nga Zvicra, nga Gjermania. Kjo falë diasporës tonë sepse janë bashkuar shqiptarët e Kosovës që jetojnë dhe veprojnë në vendet e Evropës, bashkë me të huaj dhe kanë ardhur në të organizuar, kemi pas disa raste dhe disa grupe, dhe këta ndaj jashtëzakonisht të kënaqur. Pra, shifrat flasin vetë, shifrat janë në rritje dhe Shqipëria është në ditët më të mira të zhvillimit të turizmit apo pritjes së turistëve apo pushuesve. Me thënë të drejtën, hotelet kryesore në brigjet e Durrësit turisht janë plot, por edhe në Shëngjin tashmë kemi edhe në Velipoj. Dhe është shumë e rëndësishme për shqiptarët e Kosovës, qofshin ata që jetojnë në Kosovë, qoftë ata që janë në Gjermani, Zvicër, kudo në Europë, apo edhe në botë, që rezervimet duhet bëhen paraprakisht. Çdo herë, ai që vjen i fundit të merr çmimin më të shtrejtë. Pra, nëse ne kemi një treg
të sigurt të rezervimeve paraprake, sigurisht që edhe çmimet do të jenë më të lira. Por nëse ne nuk kemi të treg të sigurt, pra qytetarët e Kosovës nuk bëjnë programet e tyre, qofshin ta që jetojnë në Kosovë, qoftë diaspora, nuk bëjnë planifikimin e pushimeve me kohë, atëherë sigurisht që çmimet do të jenë më shtrejta për ta, sepse mundësia për të gjetur çmim të lirë është jashtëzakonisht e vogël, sidomos kur të arrijmë në 2-3 ditë e fundit, dhe këtë duhet flas për sezonin turistike, që tash thuaj korrikun dhe gushtin është duke funksionuar me kapacitet plot 100%. Po sigurisht që ne jemi agjencia kryesore, themi që rreth 20 vite që operojmë me tregun shqiptar dhe kemi ndërtuar bashkë turizmin shqiptar. Jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe i lumtur që i takoj kësaj gjenerate që kemi punuar bashkë që turizmi shqiptar të jetë në këto shifra. Sigurisht që në mbajtjellje shqiptarëve të Kosovës, po sidomos diasporës, që rezervimet e tyre t'i bëjnë me kohë në Shark Travel, mos ta presin momentin e fundit, sepse ne kemi dhomat tona, por dhomat zakonisht në momentin e fundit ato rezervohen. Pra, nëse një polak apo një gjerman apo një francez në qysh në muajin mars dhe prill bën rezervimin apo paguan 30% për rezervim të pushimit në Shqipëri, pse nuk e bëjnë qytetarët e Kosovës? Ne po e shohim se tregu evropian është dominues tashmë në plazhet shqiptare, në brigjet e Durrësit, në Shënxhen, Velipoj deri në Vlorë, Sarandë e Ksamel. Andaj shqiptarët e Kosovës duhet të matutje me na besu më tepër dhe duhet të kenë planifikim të pushimeve. Jo në momentin e fundit bëjnë rezervimet. Unë kam vendosur sot mas 3 ditë me shku në pushim. Kjo në asnjë vend botës nuk ka mundësi ndodhë dhe të kërkohet çmimi i lirë. Pra, ne kemi çmimet ekonomike, kemi ofertat, kemi kapacitetet mjaftueshme, kemi kontratat tona me hotelet, kemi dhoma të rezervuar, por nëse ato kërkesa vinë në momentin e fundit sigurisht është e pamundshme. Pra, duhet të ndryshohet çësia sa i përket planifikimit të pushimeve. Nuk ka rëndësi a bjen shi 2 orë në Durrës apo bjen shi 2 orë në Vlorë. Pra, pushimi është pushim dhe duhet planifikohet koha për pushim, duhet në rastin e planifikimit të kohës për pushim apo një orari apo një programi kur secili prej nesh duam të shkojmë data të caktuar në pushime, atëherë rezervimi bëhet me kohë në agjenci turistike. Ka ik koha kur në mbrëmje kemi menduar dhe të nesërmen jemi nisë me 6 dhe kemi shku për Durrës, Vlorë dhe vende tjera. Pra, ajo mundësi sot më nuk ekziston, sepse kemi një treg turistik në Shqipëri, dikon më besoj që shifra do të kaloj 12 milion pushues, turist huaj dhe të Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi. Përveç kësaj, është një dukuri në vitin 2024 dhe vitin 2025, shqiptarët e Shqipërisë po i bëjnë ata pushim në Shqipëri, pra në hotelet më luksoze. Prandaj është momenti i fundit që shqiptarët e Kosovës të vëdësohen në kuptimin e planifikimit dhe rezervimit të pushimeve paraprakisht, jo në momentin e fundit. Se përket çmimeve, ju thash edhe më herët, çmimet janë po të njëjta, përkundrazi ne kemi bërë një zbritje të biletës tonë për pushuesit që Durrësin e kanë si prioritet për kaluar pushimet, pra kemi zbrit 20% biletën për Durrës, nga 20 euro sa ka qenë bileta kthyese, jashtë sezonës, në sezon tashmë kemi 15 euro biletën kthyese. Dhe kjo është një mundësi e mirë për qytetarët e Kosovës, sidomos për ata të cilët duan të kenë edhe rezervimin e hoteleve me Shark Travel. Në anën tjetër, Shqipëria prapë mbetet destinacioni kryesor turistik sepse Greqia është shumë më shtrejtë se Shqipëria, gjithashtu edhe Turqia është shumë më shtrejtë se Shqipëria, andaj shto këtu afërsinë që kemi afër, shto kohën e mirë që po mreton në ditëve, sidomos këtyre ditëve, shto ushqimin, gjithashtu edhe shërbimet se të jenë përmirësuar, dhe më po besoj që Shqipëria ka me pas shifra rekorde për vitin 2025 për turizëm.